Ditën e djeshme, në lagjin Skënderbeg, në banesat sociale, një fëmijë 2 vjeç dyshohet se aksidentalisht ka rënë në një enë me ujë të nxehtë dhe ka pësuar djegje. Pasi mori ndihmën e parë mjekësore në Spitalin Rajonal Shkodër, vajza u transportua në QSOT. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vaudeos shpallën në kërkim shtetasin JM 35 vjeç, banues në Mëlgush, pasi ka thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin. AB, banues në Shkodër, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. VS, banues në fshatin Grudere dhe IT, pasi u kapën duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materiale në prokurori për vlerësim për raste të mëposhtme. Në orët e para të mëngjesit, në aksin rrugor Shirok Shkodër, dyshohet se për shkak të një defekti elektrik ka rënë zjarr në automjetin në lëvizje, me drejtues shtetasin MD 36 vjeç, banues në fshatin Hoti Ri. Për pasojë është djegur pjesërisht automjeti. Dje ka kallëzuar shtetasi JH 49 vjeç, banues në Shkodër, se shtetasi AP 56 vjeç po kryen punime ndërtimi pa leje në tokën që kallëzuesi pretendon se është e tija. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.